emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar kudo që na shikoni teleshikues të televizionit Arbëria këtu në Kosovë, rajon Mërgate, natyrisht dhe në rrjetet sociale. Kam ftuar sonte njërin prej protagonistëve kryesor që bë arsye e këtij debati toksik, s'po them kolektiv, në rrjetet sociale me rastin e fshatit Zogaj, Zagorët të Vushtrisë. Ishte fjala për bekimin e gurit të vendit aty, ku prezent ishte edhe i peshkvi Mzodo Gjergji për ndërtimin e një kishe. Gjithë tregimi në këtë emision do të jetë me musën, po nga kjo familje që i dhuroi kishës 1 hektar e 72 ari pronën e saj, kishës së Kosovës, i peshkvisë së Kosovës. Një rrëfim nga fillimi në fund me zotin Musa. Faleminderit zoti Musa për kohën që je këtu. Si po kaloni këto ditë pas me do pyetjet hyrje kështu? Po shiko, ka një lloj presioni për shkak të keq informimit nga shumë rrjete sociale dhe portale që qëllim kanë keq informimin e opinionit publik, shtrëngimin e të vërtetës, edhe thjesht nuk e kemi ndjerë veten mirë për linçimet që na janë bërë si familje dhe mu si person padrejtisht. Se nuk ka të bëj këto ndërtimi kishës me asnjë lloj lëvizje. As lëvizjen për rikthim, as lëvizjen e veçantë. Edhe unë personalisht jam rikthy në besimin katolik me 9 mars 1997. Kishën katolike Shën Elizabeth në Wolfsburg, Gjermanisë. Që kur jam rikthyer në katolicizëm nuk ka pas lëvizje që sot merren me këtë punë. Edhe arsye pse jam rikthy ka qenë se në 97 vetëm ai që nuk ka dashur me besu se të gjithë kemi ditë që një ditë lufta do fillojë në Kosovë. Edhe unë po ta vendosi prej Gjermanisë të them lufta, s'kam dashur të kthehem në luftë, se njëri kur kthehet në luftë nuk e din a shpëton a vritet. Kontrat me vdekjen bën realisht, po. Patjetër. Edhe thjesht s'kam dashur si atëherë, si i ri që kam qenë moshën 22 vjeçare kur jam rikthy, s'kam dashur edhe nëse vritem në luftë të varrosem me rritje islamike. Se vetesh për atë dhe edhe të varrosesh në një gjuhë që se kupton, nuk është e kuptim të kjo punë. E drejta e besimit është e drejtë Po, personale. Kushtetuese. Është e garantuar me ligj. Drejtë kushtetuese dhe ligjore. Po. Në 38 e kushtetuesës e garanton. Beso çfarë të duash. Patjetër. Por çështja e lirisë së besimit në Kosovë është kthy në dukje, mos duket në pjesë e një, çish më thon, mendimi, pjesë e gati të atyre platformave, çfarë them, për anë ose B-n, ta them. Po. Beso që të duash, kujt i ka penguar tek shqiptarët të beson aty apo këtu? Shiko, çështja e besimit të shqiptarët nuk ka qenë kaq e thellë sa është sot. Kjo dihet publikisht që është çështje politike e financuar nga qarqe të huaja, sepse ti mohosh tjetër besimin, kjo nuk është kushtetuese, edhe nuk është morale më çfarë. Ne në Vushtre, komunë Vushtresë, jemi parafërsisht dikon mbi 200 familje të besimit katolik. 200 familje? Po, që shumicin njoh personalisht, se më emëron njerëz që janë rikthy edhe para kamerave dhe pas kamerave. Vetëm familjen time, familjen e Gjergj Musa, jemi 41 persona. Komplet familjet jemi të rikthyem në besimin katolik. Pronën e kemi dhuru për një arsye që mos me pas të lashe dioqeza Prishtinë rreth pronës për ndërtimin e kishës, e para, e dyta. Po në pronën time janë themelet e një kishe të vjetër i lire, që ato prej vitit 1982 për herë të parë kanë qenë arkeolog nga Kroacia. Kanë marrë monstra edhe pas një vit janë kthyer dhe kanë konstatu që është kishë e fund shekullit 4, ndër kishat e para në Kosovë.
edhe bukfalisht i kanë thënë prindit tim që mos lejoni që u marrin kishën serb, se kjo është e juja, nuk është e serbe. Edhe prej atëherë ne jemi kujdes për ato themelet kishës, se kemi pasën provën, i kemi rruqë sy të ballit. Kam pyet pasaj një peshkrinë e Kosovës për me bë ndërtimin e kishës mbi ato themele, edhe më kanë thënë se nuk lejohet bazë ligjeve të Kosovës që një objekt i ri të jetë më afër se 200 metra në një zonë arkeologjike. Edhe prona ku ne kemi dhuru i peshkrisë Kosovës është pavarësisht më tepër se 200 metra larg themela të vjetra. Këto janë dy arsye pse ne kemi dhuru pronën. Pastaj bisedë me komunitetin katolik të Voshtresë, që unë e kam pas, tonë kemi vendosur besimtar që me që janë themelet edhe dihen që ka pas edhe arkeolog në ato themele, edhe është një fshat periferi, që si pengon tjerët. Zogaj, po. Po, kemi vendosur tonë si komunitet katolik që ato me ndërtu një kishë për me kry shërbimet tona fetare. Kjo është e tërë. Pse është bëhe madhe, është bëhe për shkak të propagandës. Pse është bëhe madhe, si pas jush? Po shiko, bëhe madhe se kur don me arsyetu një gjatë që s'përket ty të përdore pretekst. Portalet islamike që janë Voshtre, shënjesër.com, Relinja Kombëtare, Voshtre qyteti antik. Ato e kanë bombardu aq keq opinionin publik me dezinformata, sa që menja nuk ta merr. Pastaj me kallëzimin penal që ka bë molla avokatën ndaj meje, me shpifi që ka bë, Azrem Betyqi, për cilin veç ashtu bogati një kallëzim penal, prokurin speciale për ta. Edhe aq që ka dezinformu opinionin publik, se që ka shtrembru edhe postimet e mia që unë çdo postim që e bëjmë në rrjetet sociale në bëj screenshot se unë e di që këta mundohen me t'i marrin ti shtrembojnë postimet e pastaj ankohen 500 veta trete o tyre në Facebook edhe ti bllokon Facebooku, që ti mos me pas mundësi me qitë si dëshmi para prokurorit. Unë si ish ushtarak edhe si ish polic, i kam ditur gjana dhe çdo postim që kam bërë, unë e kam bërë screenshot. Që është e kota e që ka dezinformu Azrem Betyqi rreth postimeve të mia. Se unë kam bërë thirrje asnjëherë për vrasjen apo djegjen e shqiptarëve musliman me acid ose me deportim. Thjesht kam bërë thirrje për terroristët islamik që bëjnë propagandë aq tegër kundër Shqipërisë dhe Kosovës dhe kundër shqiptarëve. Që të postosh ti si portal islamik flamurin e Shqipërisë në tokë edhe kamën e ushtarit amerikan mi flamur Shqipërisë gjoje edhe njënën tjetër anë flamurin e Palestinës tokë edhe kamën e ushtarit izraelit mi flamurin e Palestinës krahasosht i Shqipërinë me Palestinën krahasosht i Hamasin me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kjo te kalon çdo kufi tolerance edhe çdo kufi shpirtëror ose bindje. Që Islami nuk ka islam politik ose islam radikal. Islami është islam. Këta që sot e predikojnë në përgjami. Hoxhallarët e Kosovës është islami original që shkruan në librin e tyre Kur'an. Pse u bët problem një komunitet që thonë një 200 familja, po? Po. Pse të shihen një problem? A ka diçka tjetër mos? Se çështja e besimit po duket u kthy në çështje gati të sigurisë. Pse të shihen një problem? Shihemi problem se Serbinë e pengojnë kishët katolike. E pengojnë mas. Edhe islami që sot po e quajnë në Kosovë islami radikal ose islami politik, veç po duket hapta zë që paguhet prej qarqeve ndryshme përmes Serbisë. Edhe derisa Serbinë e pengon. Po nuk mund t'i futin gjithë me një thes. Po po theme islami. Ata që mund t'jenë raste të administruara mos prej policisë, prej. Është fakte e punë. Ka disa raste por është fakte e punë. Që ti futesh në një thes të gjithë duket gjë pa vend. Shiko që është problemi. Vetë fakti i protestës 23 gushtit tregoj që komuniteti musliman Voshtre nuk është kundër ndërtimit të kishës. Ato në protestë kanë qenë gjëra të veta me gjithë gazetarë.
Domethënë komiteti musliman nuk është kundër ndërtimit të kishës në S'ka Zogaj. arsye pse të jetë. Në Kundër ndërtimit të kishës në tonë, Zogaj është Bashkia Islame Dega Mvushtre, me kryetarin e saj po, Ejup Haziri. po pse të jetë kundër? Nuk e di arsyen, ai ka Ka dalë, rritur, se do të përpiqemi edhe atje ai ka dalë fillimisht në protest me protestues në Zogaj, ka dhënë edhe intervistë në Zogaj, ka gënjye se këtu s'ka pas kur kishë i lire. Prindet ti, vllazët e tij, sa nuk e di, ka lindë këtu, ka lindë në fshatin Ropic. Kemi rujt baktit bashkë atë, edhe ata s'kan pas ujë me pi, kanë pas ujë veç në puse për me pi, por për baktit s'kan pas, edhe kanë pru të ne në lukë të kishës që kanë dhënë baktive ujë. Domthon, nuk është shujt lugu i xhamisë, as lugu i teqës, është shujt lugu i kishës. Lugu i kishës, atë ka, po. Ata më ka. Po. Edhe ato i kanë pru prindet tinej, vllazët e tij, xhallarët e tij kanë pru baktin me i dhënë ujë tek roji të Po. kishës, lugë të kishës. Edhe ai delte para kamerave gënejke se në Zogaj nuk ka pas kur kishë. Ka mora ta. Edhe nuk ka besimtar, për Edhe nuk ka po e bëjnë besimtar. kishën. Jo, nuk thonë të nuk ka besimtar. Ai thonë të nuk ka besimtar katolik. Po. Po na çka jemi? Po na të kam 30 hektar pruni kam. Çka jemi na? S'ka lidhje ku jetojnë. Unë jam besimtar i Zogaj, unë kam lind në Zogaj. Po. Ato e kam pronën, ato e kam kapitalin. Nëse mund të tajë shtëpinat. Ku është halli i tyre sipas jush? Se e ke lexu gjithë ju, e gjithë familja, sepse ishte edhe i peshkve aty, nuk ishte situatë e këndshme. Shiko, Ta momentin them që të drejtën mosh ndru në lajm masovik. Tash derisa i peshkve e ka bë bekimin e gurit, nuk ka pas të vendoset kur themelit. Sipas traditës katolike të krishtere, vendoset një gur me datë. Një Po. gur me meri, me Po. datë edhe emri i kishës. Shën Lauri, shën Flori, Shën po. Flori Lauri. Po. Edhe bekohet ai guri dhe vendi ku ka më ndërtu kisha. Momentet që fillon ndërtimi i kishës. Ai guri futet në themel të kishës. Po. Bolohet me beton, se me që kanë të ndërtohet guri. Pas 1000 vite nëse ajo kishë rëndohet, pas 1000 vite nëse shkojnë arkeolog për me bë zbulime, Po. ata atë guri kanë për ta gjetë, Po. edhe kanë me ditë datën e saktë se kur është ndërtu kisha edhe për kënd është ndërtu, edhe çfarë lloj kishe ka qenë. Nuk ka pas ato vendosje gur themeli që pretendojnë ta pa leje, edhe fundja janë organet komunale ato që vendosin, jo një bashkësi fetare, a ka leje, s'ka leje. Kjo është esenca. Gajlja e tyne së paku në publik, çka fshihet mas o tjetër gjë. Ishte që po prish një planet urbanistike, s'po respektoni ligjet, s'po respektoni shtetin, s'po. Cila o përgjigja juaj? Përgjigjja ime është që Nga fillimi deri në fund do doja Nga fillimi deri për shikuesit. nga fillimi deri në fund, Si nisit. pretendimi i tyre ka qenë se organizimin e vendosjes gur themelit e bën lëvizja dhe shanit edhe lëvizja për rikthim. Po, Me 17 gusht nuk kanë qenë prezent as lëvizja e Deshanit, as lëvizja për rikthim ka qenë i peshku i peshkvisë Kosovës, Monsinjor Do Gjergji. Nuk e besojnë që ai është anëtar në ndonjë lëvizje. Do Gjergji. E kam pyet tash ai anëtar në ndonjë lëvizje, tha jo, tash s'u jam. Kështu që ajo ka qenë propagandë e tyre. E Bashkisë Islame Dega Mvushtre. Del kryetari i Bashkisë Islame në protest, edhe të thatë që këtë s'ka pas kish kur, edhe ata që këtë s'ka besimtar katolik, aty në katun s'ka besimtar musliman. Është këtë një të brast. Tash, ne ato kemi marrë vendim si komunitet katolik i Vushtres, bashkëpunime i peshkvinë e Kosovës, që aja kish ndërtohet afër themeleve të kishës Dardane, që e bën lidhen nga antikiteti deri në ditët e sotme të trashëgimisë kulturore, fetare dhe shpirtërore. Emrin e kishës e kemi zgjedh Shën Flori dhe Shën Lauri. Janë dy martert e parë në Dardanin që janë persekutu nga perandoria romake në shekullin e dytë dhe data që ata janë martirizu ka qenë 18 gushti. dhe kjo datë është zgjedh për këtë arsye. Po. Edhe çdo kishë katolike që ndërtohet kudo në botë, bekohet guri datën që është martirizu shenjtari. Komuna e Vushtres ka qenë total e pa informuar
se nuk i din ata u dash mas pare me konsultu me i peshkvinë e Kosovës, se çka do me thonë ceremonia e bekimit në guri, edhe mbajtjen e meshje për me bekuar. Se nuk pati komunikim. Kemi qenë me... Habitshme, a pati Jo. komunikim? Po. Ju e keni dhuru tokën, i keni dhënë i peshkvis. Tani çështja i peshkvis ka qenë zhvilloj komunikimin me autoritetet shtetërore. Ka pas komunikim me autoritetet komunale. Apo? Po, kemi qenë me vikariatin, me zëvendësin e peshkit. Don Frank Koleng, Po. edhe ne si komunitet katolik, i Vushtres, përfaqësues e komunitetit katolik i Vushtres, kemi qenë një 70 veta, kemi qenë në zyre të kryetari i komunës. Ferit Idrizi. Ferit Idrizi. Po, E kemi informu për procedurat se si është. Nuk ka me pas vendosit gur themeli. Në tonë dim gur themeli vendosin drasët, hekuri edhe me beton bëhet gur themeli. po. Bëhet bekimi i një guri që futet në themel të kishës kur fillon ndërtimi i kishës. Kur ka ndodhur ky takim mus? Ka ndodhur dikon nuk më kujtohet data sakt, ka Orientimisht. qenë prafërsisht kanë 20 deri 25 korriku. Dhe ju keni qenë në takim. Takim me kryetarin e komunës. Çfarë ju tha? Kryetari i komunës, edhe ne i kërkuam në takim, me na rrafshu një rrugë. Për me kalu besimtarët edhe qytetarë që kanë qef me marrë pjesë bekimin e vendit ndërtimit të kishës edhe bekimin e atij guri, ka pas më zhvillu edhe një mesh, ka pas edhe pakëzime me u bë ditë. Po, Na tha, nuk kem të holla për me ndihmu për rrugë, se 11 milion euro ne ka marrë për mbaruesi privat për një çështje, çapo diu në çfarë është. kam probleme të komunat edhe me kontratën kolektive Po. tash po. Edhe na tha bukvalisht me ardh puna një person që ka nevojë me çuni fëmijë dikon jashtë shtetit, s'ke mundësi si komunë i mirë me dhënë donacion. Edhe më ka thonë që për krajin time edhe tensione komunale e keni në maksimale. Kjo ka qenë biseda Me të. me ta e zëvendësi peshkut e ne si komunitet katolik edhe kryetarit komunës. Ka shka pas punë. Pastaj ka dalë komuna me një njoftim për publikun se gjoja i peshkvia e Kosovës nuk ka bërë kërkesë për lejë ndërtim. Për s'ka bërë kërkesë për lejë ndërtim, s'ka fillu ndërtimi. Këto janë procedura. Nga jo që kum po mus, edhe ata pjesa e tyre që janë asambles, që kum pak, që kanë gravituna, edhe këto ata mendojshin që është një gjys hile e gjithë kësaj pune, a mundesh me ju përgjigj çka është e vërtetë? Ata janë keq të informuar. Mos pare, ato Janë të keq informuar, po thu. keq informuar edhe të bombarduar prej propagandës portaleve islamike në Vushtrëqi. Po, Se në asamblesë më mirë ka qenë me shku në zyret e i peshkve. Para se me dalë me një deklarat që kisha s'ka më ndërtu edhe pikë. Kush e pyet ata? jo. Çka është? Ajo është Drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit vendos. Drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor vendos. Po. Plus deklarante asambleisti. Pse të bëhet lajm puna, se kjo është e habitshme. Duket si konstruksion i mirë menduar me bë Kosovën të duket si një vend që ka protesta për atë, për këtë, për çështje religjioze, kjo është e papranueshme. Unë thash, Serbin e pengon kishat katolike në Kosovë. Edhe një pjesë këne islamit radikal janë një vi me politikën serbe, me gjithë se mbron veç dule realiteti dhe këtë mediat vendore dhe ndërkombëtare për atë se kush pagun, kush financon islamin politik. Është e dukshme kjo punë. Tash edhe gjithë bota që përmesim ambasadave të shteteve islamit që se kanë njoftë Kosovën shtet, edhe që e konsiderojnë Kosovën pjesë Serbisë, Serbia ka vjel fonde për ndërtimin e xhamive edhe pagesën e imamëve radikal. Për me bë këtë Të tillë që ligjerojnë filozofinë e një shkolle mendimi ekstrem janë arrestuar nga vetë institucionet e zbatuese të ligjit, ka të tillë që janë të dënuar, që kanë nxitur njerëz që kanë shkollë lufta, por është realitet, po jo të gjithë. E ka thirrë prokuroria me marrë në pyetje shembull konkret me marrë mazlumin. ndoshta shteti bën punën e tij, mos Publikisht ka deklaruar flamuri është harem, flamuri është leck,
nuk ka me ka në lartë dita kur kemi me i rënu memorialit dhe varrezat e të shmorëve, se ata s'kan vdek për Allah, po kan vdek për shqiptari, edhe shteti hesht këtë drejtim, edhe derisa shteti hesht këtë drejtim, ta besimtarët e devotshëm që nuk funksionon truni as mirë, kur i ndëgjojnë deklaratat e një imami në atë formë, faktikisht ata mendojnë që flamuri kombëtar është leshkë dhe duhet me urrejt. Pastaj dalin imam thonë Skënderbeu ka qenë serb. Njënë anë thonë që në mesjet nuk ka pas kombe, po atëherë si pas ka ekzistuar kombe serb në mesjet. Shumë pyetje thjesht. Nuk ka luftu për shqiptari, thonë Skënderbeu. Se s'ka pas kombe, po ka qenë serb ose nepi serbe. Atëherë kombi serb pas ka ekzistuar sipas mentalitetit. Shmajt të djathtë rrjetet sociale po shfaqun dhe jo vetëm budallakun Po nxisin urrejtje. Dhe po prodhojnë edhe këtë ambient toksik, kulturor. Fakt është. Në Kosova karakterizohet me ambient toksik, jo vetëm religios, po ky është më i ndihshëm mbase. Edhe politik, edhe ekonomike, është një lëmsh ta them drejtën ashtu. Ndotja e ambientit toksik religioz është shihet prej qielli. Je në merak për të punë. Shihet prej qielli, jo prej tokë. Je në merak. Po, është shqetësim. Është shqetësim për ne si shqiptar. Se ne si shqiptar s'kemi luftu për një shtet ose republikë islamike. Se po thua Republikë Islamike? Republikë parlamentare është, me ligje demokratike, me kushtetut liberale. Është fakt. Që garanton të drejtën e secilit. Tani Kosova ka problem me zbatim të ligjeve. Është vërtet, por është shkuar në drejtim. Rreziku është sipas jush, po shkon në drejtim. Në drejtim. Është po dihet hapur, po dihet hapur. Me çfarë drejte, shembull, në litratën 9 i Kushtetutës së Kosovës garanton autonomi të plot bashkësie fetare mbi pronat e tyre edhe objektet e tyre. Shkon policia e Kosovës e heq gurin Çerbeku. Ka bërë dhunim pronës si peshkis. Direkt policia ka heq. Po ato e ka nejt policia 24 orë të guri. Po ka marrë të kush. A keni kërkuar kush e hoqi gurin? S'është punë jemi, Po a jeni interesuar i peshkfia ata, jo keni dhuruar tokën mos. Po, në momentin që na kemi dhuruar tokën, nuk është më pjesë e jone çka. Qartë, por një interesim duhet ta keni pas. Po, i peshkfia ka bërë kërkesë dhe ka bërë kallëzim penal ndaj institucioneve të Kosovës për adhunim që është bërë edhe për pengimin e mbajtjes së meshës me 18 gusht. Se shteti s'na ka siguru si besimtar për me marrë një meshë, ka pas pagëzime, shteti ka siguru një grup ekstremist me marrë protest. Përkundër asaj, pse kanë largu gurin mas 18 gushtit, me 23 gusht, çfarë arsye ka pas policia e Kosovës me i dhënë leje për të bënë me 23 gusht protestues kur guri ata s'ka qenë. Edhe kërkesa e protestuesve edhe më herët ka qenë largimi atij guri. Faktikisht guri është larguar dhe prap i ka dhënë leje edhe ka bërë sigurimin për protestë me 23 gusht. Për çfarë arsye? Policinë pa akuzoni si të përfshirë, si përgjithëse direkt, enjashme. Përgjithëse direkt. Nuk mbrojtet drejten elementare për bekimin, për një ceremoni ushtrimin e lirë të besimit. Ne s'kem drejt me ushtru besimin tonë të lirë, si Komitet Katolik në Vështre. Nuk kem drejt. Në ndikimin Në ndikimin e Bashkisë Islame të Vështres, edhe të policisë së Kosovës. Ata kur sa sigurojnë, kur ne na kërcënojnë grupe ekstremiste, edhe policia i lejon me bë protesta, edhe ne s'na lejon me ushtru besimin e lirë, çka atë? Çka më thon tjetër? Nuk e di nga ka tjetër emër këtë punë. A keni adresuar të punë me tutje me kryetarin e komunës? Jo, absolut. Në ato kompetenca që ka, sa ajo është zot shtëpia aty, me gjithë kompetencat e tilla që i ka, çfarë them? Jo, nuk kemi adresu. I peshkfia Kosovës ka më kërku takim direkt i peshkën e pas me kryetarin e komunës edhe na si Komitet Katolik, si përfaqësues Komitetit Katolik. A na pranon as pranon takim nuk e di. Obligimi ka me na pranu që na duhet me shpreh shqetësimin ton si besimtar katolik
që nuk po na lejohet ushtrimi i drejtë i besimit. I njoha ata që morën pjesë në proteste ishin Po gjithën ja. edhe një prej tyre që ishte me pjesë të bardha aty. Një vetë s'ka bajt pjesë bardha. Si? Një vetë s'ka bajt pjesë bardha. Ka poshtë zi, po te ja qesin këtë në protestë, që gjëhet që është shqiptari i devotshëm këtu di. Unë një edhe tjetra. Pjesëmarrësit e tjerë aty? Po, kanë qenë shumica kanë qenë paretet. Jo, që po tregoj edhe një rast shembull. Tash duhet protestojnë shqiptar për ndërtim një objekti të Zotit, diçka ka këtu, nuk që po tregojnë ty, shembull, diçka nuk ka në rregull mus. Rast konkret e ki Muhamet Rashani. Është kryetari i bashkisë lokale për Samodreq. Po, ka dalë në protestë. Njëjtën kohë Muhamet Rashani i ka garantuar KFOR-in se kur të fillon renovimi i kishës ortodokse serbe që është në bord shkollën Samodreq, ai ka marrë përgjegjësi që s'ka me leju banorët me protestu kur të vendosin skelet për renovimin e saj. Tash renovimi i saj ka me fillu dikon ka mesi shtatorit ose fillimi i tetorit. Tash kryetari i bashkisë lokale të Samodreqës, Muhamet Rashani, del në protest kundër ndërtimit një kishës katolike për komunitetin katolik. E në tjetër anë garanton KFOR-in se renovimi i kishës ortodokse serbe s'ka me pas pengesë. Të gjithësan dje që është e lehtë me Serbinë dhe qëllimet janë që çdo gjë me bë, Serbinë e pengojnë kishët katolike, Bashkinë Islame të Vushtrës e pengojnë kisha katolike. Ka punkte. Diçka nuk po muj me lidh, diçka është një farë për çka të qohen mus. Unë tregova, thjesht Serbinë e pengojnë kishat katolike, sidomos afër themelave të kishave ilire. Si deri të kjo gjendje që njerëzit të qohen në protestë? Këtë propagandë e rrjeteve islamike, që janë këto portalet islamike, si të përmena Se të shiheni problem, që këto e kam nuk... Po, këto është problemi, për islamin radikal, katolik shihen problem. Edhe për Serbinë shihen problem katolik. Ç'është besimi është fund pranë. Po, ç'është besimi. Ka të drejtë të besojnë çka të dojnë fund pranë. Po, kanë të drejtë, po. Bende e Bashkinë Islame të Vushtrës a kanë drejtë na me besua jo. Nuk kanë drejtë kushtetues as të gjore ta thon këtu, as të marrën kryetari veprime. I Bashkisë Kosova ka rënë liberal demokratik. Kryetari I Bashkisë Islame të Vushtrës ka dalë në protestë në Zogëj. Çka më thon tjetër? Kundër ndërtimit të kishës. Jop Haziri. Çka më thon tjetër? Ai le të hap arsye pse ka dalë në protestë. Institucionet u ndikuan nga zëri I këtyre protestuesve. Patjetër. Janë të ndikuara. Dhe po bëni pa di. Po. Patjetër. Ne nuk ka shkelë drejta për shprehjen e lirë të besimit. Është drejtë që nuk mund ta mohoj askush, as shteti. Në këtë praktikë kushtetuese jo. Në netratët e kushtetuesë Kosovës, me rendet liberale, diktatoriale, komuniste ose pushtetet ngjashme që kanë diktatura edhe religioze, po tjetër është shkel në netratët 8 I Kushtetutës së Republikës Kosovës, që garanton lirinë e plotë të besimit. Me 18 gusht, policia e Kosovës, edhe që është më e keqja, kërkesa prej anës së bashkisë, edhe njoftimin policinë e Kosovës për marrjen e meshës edhe bekimin e atij guri është bërë me 20 korrek. 2026. A dikur kanë kthy policia e Kosovës negativ kërkesën I bashkisë Kosovës, kanë kthy me 14 gusht në ora 16, që na s'mund ju siguroj. Ka qenë ditë e premte, 15 gushti ditë e shtunë, 16 gushti ditë e diell, 17 gushti ditë e hanë, 18 gushti ditë e marë. Policia e Kosovës ligjërisht në kërkesë ose në ankesë ose në refuzim ose në pranim dhe çfarë do institucioni është e obliguar me kthy 5 ditë pune. Domthon prej të hanës deri në premten pa llogarit shtunë e diellën. Ju keni punuar në polici. Po. 18 vite. Kam punuar dhe një mirë ligjin e policisë. Mirë njëse kam shërby. Edhe plus ka lëndësime prej këtyre portale islamike që mu kanë largu prej policie për keq përderim detyrës.
Ti si gazetar mundesh me shku në drejtorinë regionale ose në stacionin policisë, edhe shef dosjen time pse unë e kam lëshu punën. Shkurt shqip për pikë shefit e kam lëshu punën prej policie. S'mu ka punu më. Kjo është arsye. Lirisht mundesh me shku si gazetar me pyet stacion Vërtës, drejtorinë regionale Mitrovic, për çka e kam lëshu punën, se më linçojnë këto portalet islamike që më kanë largu prej punën për keqpërdorim detyrë zyrtare. Publikisht po deklaroj, për pikë shefit e kam lëshu punën në polici. Kjo është arsye pse e kam lëshu. S'mu ka punu më, thjesht. Ka çka këtu. Nga Gjermania erdhe Luftë. në luftën e Kosovës, Po. në periudhën kur numri ishte bagi i vogël i atë në shqiptarë. Kam ardhe me tratën i maj 1998. Ishte i madh numri i njerëzve që Kam luftuan marrë në betimin si luftë. ushtari i shtrisë shqiptare të Kosovës. Po. Edhe pa më rrinë në zonën operative të Shalës, unë prej Glogjanit kam qenë 4 herë në Shqipëri për armatim. Edhe kemi bajt refugjat, ne i shkojshëm me refugjat, ne i veshëm me armatim. Deri se kam rrinë në zonën operative të Shalës. Numri ka qenë, jo, po ka qenë tejet i vogël. Tejet i vogël ka qenë numri. Bile shumica atyre pjesëmarrësve të në protest në luftë më thanin çka ke lyp se ke arë se ti pe del Serbisë për para. Nuk e di çka Serbia. Flytesh ka të ashtu, unë kam marrë me luftu. S'më intereson mu kush është Serbia, sa ka armatim, sa ka forcë. Unë kam forcën shpirtërore për Ligën e Adheut. E sa dalin protest, bile, ata shumica prej tyre kanë qenë dhe refugjat në familjen time. Ata protestet që dalin. E kanë ditë që jam i besimit katolik edhe atëherë. Se kam tregu gjithve, kam ditë kretë ushtarët e UÇK-s që kanë qenë me mu, që unë jam i besimit katolik. S'ka më në sheft. Se ta mban. Absolut, është drejtë ime. Po pra. Shpirtërore. Edhe atëherë se ka pengu kryqi që kam pas qafën, se kam pas nguash për mas. Kam qenë i mirë në atë ku. E tash nuk e di pse pe pengon. Po jem pyeti 25 vjet, 27 vjet që edhe kanë ndryshuar stanet, nështë e në shqit njerëz ku di unë. Po të ekziston të ky realitet, në kohën e ky realitet kulturor i tashëm, në kohë të luftës, kur UÇK pati udhëhecës që kishin vizion absolutisht të qartë se ka duhet shkoj Kosova politike, liria jonë, këtë duhet të realizohet, si duhet të realizohet. Shka në luft, Po të kishte kjo mendësi që ka sot, po tham, unë s'po tham që mendësi e Kosovës, një grup i vogël që financon prej tjetër. I vogël, shikos shqiptarët. Shiko, këta kanë propagandën e fortë. Këta kanë propagandën e fortë. Se këta janë një grup i papërfillshëm. A do të kishim alat perëndimin me këtë lloj realiteti që po ta marr këtë copë të realitetit kulturor. Po ta marr një shembull konkret. Me vllajin tim, që është Gjermani tani, kur filloi lufta në Maqedoni, e kemi pa një lajm, ka qenë pushim Kosovë, ushtarin e ushtrisë shqiptare kombëtare, me raketë në shaf, e ka gjut tankën në luftë Maqedoni, edhe ka bë Allahu Ekber. Edhe bukfalisht i kam thënë vllajt tim, 2001 nga që ke punë. Këta e humben luftën. Dhe pse? Tash luftën në Evropë me Allah s'ka fitu kushtesat. Po du me të thonë që edhe në Kosovë kishte qenë kjo, jo që s'kishëm pas alat ndërkombëtar, jo që s'kishte intervenu në ato. Po nëse kishëm fitu luftën. Përpjekje kishte për infiltrim të grupeve, po ishin për zën nga Kosova. Jam për zën prej Kosovë, Bajgor kanë ardhur, këta grupet në Krosha, me armatim, me do shirita ballet, me do shkruajnë arabe. Po. I kemi qërmatos edhe kemi njek për atyt. Jo kemi marrë armatimin edhe kemi njek. S'kan leju ushtria qëllimtare, grupe ekstremiste, pa marrë parasysh, a kanë qenë grupe ekstremiste, islamika, katolike. Në ushtrinë qëllimtare të Kosovës ka pas ushtar shqiptar. Sa të ngjan propagandën e Bashkisë Islame, ja janë 37 shëhet hoxhellar. Ata s'kan qenë hoxhellar, ata kanë qenë ushtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Në që gjithë kanë qenë ushtarë. Ka pas arsimtar, mjek, polic, gjithçka ka pas. Bojq, ata kanë qenë, nuk kanë qenë hoxhellar. Ata kanë qenë ushtarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ata nuk janë shëhet. Duket e habitshme edhe kjo çështje, pse të flitet për historinë ma të çmueshme këtij vendi me kësi terma në vitin 2026. Duket e habitshme pak. Është shumë e habitshme.
shumë e beqme, po atë që thellë është propaganda, edhe atë shumë pagese kanë marrë ta prej Serbije, se që me në kresë këtë me. Po dihet hapër. Po dihet hapër. Hapër po dihet. Islami radikal edhe islami politik në Kosovë financohet direkt nga Serbia. Le thot kush ka donë. Financohet direkt nga Serbia. Projektet serbe janë islamizimi, është projekt i Vasa Çubrilovicit, i kryetarit të Akademinë Shkencave Artave të Serbisë. Do të krijohet një frym anti-amerikane në Kosovë, palcin kurrizore të kombit shqiptar në Kosovë, edhe në Ballkan e thënë islamizimi i tyre total, edhe nxitja e tyre në luftë vrase, siç po ndodh sot në fshatin Zogaj. Është programi i Vasa Çubrilovicit. Mu vjen mirë që ajo ka dështuar në fshatin Zogaj, edhe 70.000 banori ka komuna e Vushtres. Protestë kanë dalë 50 veta. Të radikalizuar. Organizatori protestave, Faton Pasi, që thotë jam në një lëvizje qytetare që po di. Unë me kamën tim kisha pas turp me dalë në qytet. Për atë punë që ka bëjmë në 23 agusht. Një organizatë qeveritare. Po, ashtu të thotë gjë komunitë, që se komunitë krejt. Po? Ai ka bërë peticion për kundër Kishës Katolike, i ka dorëzuar qysh ataj 250 nënshkrime banorëve të fshatrave për rreth. I ka dorëzuar në komunë që s'bën më ndërtuar Kishës Shumë Katolike. gajlohet ai për Po, rënien urbane planifikimin hapësinor. Edhe ai ka dalë në protest me 23 agusht me 50 veta. Unë me kanë vend tim Se gjithë protesta po ndjen diçka e kjo punë, nuk është që janë të gajluar. Jo më jo, se interesant këty për as për lëvizjen e çantas, as për lëvizjen e se dik ta mirë se i peshkë e ka bërë bekimin aty guri. Jo lëvizja e çantas, lëvizja për kthim. Qëllimi është pengimi i ndërtimit të Kishës Katolike afër themelave të Kishës Dardane. Ka shkruar punë. E pengon Serbinë e punë, ka pas tendencë Serbia me marr ato me vendosit pllak ato te Kishës slave. Ka dështu fati i madh që ka qenë pronton. E keni ruajtur. E kemi ruajt. Edhe s'kam pas asnjë lloj mundësi. Thjesht qëllimi është Serbinë e pengon Kisha Katolike afër themelave të Kishës Dardane. Si u ndje i peshkëve do të Gjergjit, teksa ishte atë ditë i keni qenë bashkarisht në atë ceremoninë? Shumë keq është ndije se tash edhe në fillim Kosova është tërshit drejt një republike islamike, për fat keq. Uroj që bashkësia ndërkombëtare mos ta lejë këtë. Nuk e lejojnë shqiptarët pse bashkësia ndërkombëtare? Për shqiptarët e di që se lejojnë, po pa bashkësi ndërkombëtare na jemi s'mundem me mbrojt. Qenë ke i shkundur mus nga gjithë situata? Nuk e shiko, kur e përjeton, shiko, kthehesh për perëndimit luftë për lirinë e atë dheut. Edhe ta shikosh atë dheun tanë që po shkatërrohet. Është e papërballueshme. Është e papërballueshme kjo punë. Këto është esenca. Ne jemi të pa me sytë tona dheun tonë të shkatërru. Po ndjesh me emocion. Patjetër. Patjetër. Po shkatërrohet. Nuk ka pllum tokë në Kosovë. Edhe këtu ku është objekt ku unë e te jem të najtë ullën, që s'është e lamë me gjakët shqiptarit. Nuk ka pllum tokë në Kosovë, edhe këtu ku jem unë e te ullën, është e lamë me gjakët shqiptarit. Dhe sot me arë puna, për shkak një bashkësie fetare, që është bashkësia islame e Kosovës, me u rikthy Serbia në Kosovë me vrap prap pleq, grave dhe fëmijë me dhunu, nuk tolerohet kjo punë. Është e patolerueshme. Nuk jeni individ të caktuar atje që përdorin. Spediranë së bashkësie. Policia të merret, institucionet e zbatimit ligjit, nëse ka vend për të marrë me këtë punë. Na s'fshohem të marrë me këtë punë. Po them, kjo të ka lëkundur po shohim që Republika e Kosovës është tërshit drejt një republike islamike. Drejt një rendi me shariat thu. Po patjetër. Nëse kjo punë ngalohet nga shqiptarët, edhe publikisht i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, se dhe që është problemi këtë. Shqiptarët e besimit islam ndahen në dy grupe. Shqiptarët musliman, që tradikisht u kanë ngel në dorë islami, se religjian, tradikisht na ta e dim tanë që shka ndodh, edhe që përdet po largohen prej islamit,
por i kthejnë rajt e veta, arbrore, por i kthejnë në fen e Gjergj Kastriotit, edhe islamik radikal, që 24 orë, 70 javë, 30 muaj, 12 muaj në vetë punojnë për shariat edhe për rikthim të Serbisë. Në momentin që vendoset shariati, Kosovë-Serbia është e gatshme u rikthim Kosovë. Na kemi pa edhe protestën 2011 që është organizuar për përmbysje të rendit kushtetues nga shefet Krasniqi dhe Halil Kastrati. Jem tanë dëshmitarët e çka është folë. 2011. Aja ka qenë përpjekje për përmbysje të rendit kushtetues. Aja protestë Prishtinë. Ka qenë përpjekje për me përmbysje rendit kushtetues. Çfarë ju tha i peshkve atë se ka qenë ditë me ato orë mbase kanë qenë të gjata shumë për ju? I peshkve na tha që na dohet mos me ra, le të bëjmë propagandë sa do këto portalet islamike, le të shprifin sa do, na mos me ra në ndjekin tyne, po me dashuri, me bind qytetarët e Kosovës. Ja do duhet me prodhu dashni për njerëz. Po, që e vetmja rrugë për shpëtimin e kombit është dashuria ndaj atëdheut, ndaj Zotit e ndaj bashkëtarëve. Unë nuk jam ekstremist katolik si më linqojnë këto portalet islamike të vështres. Unë jam ekstremist edhe separatist shqiptar. Unë kam luftu për një shtet demokratik, ku sundon ligji, ku e drejta e besimit edhe drejta lire e lëvizjes ka me qenë e garantuar me ligj. Edhe ai që e cënon këtë drejt, ai është luftë me mua dhe me gjithë shqiptarët, pa marrë parasysh besimet. Ai që e cënon ligjshmërinë e Kosovës, edhe ai që bën tendenca për me shkatru rendin kushtetues Kosovës, duhet me pas parasysh që ai është luftë me gjithë shqiptarët, se shqiptari nuk duron diktaturë. Ne kemi shkatru perandorie, jo në ekstremizëm islamik që së ndonë sot. Ta në papërfellshëm, ta propagandën e kanë është aq fort, po e në grupi papërfellshëm, thjesht. Ta paguan prej carqeve ndryshme, veç po dijen tash publikisht me rastin e dijet prokurorisë speciale të Kosovës, se kush financon ndërtimin e xhamive në Kosovë, edhe ku zgjidhen vendet për ndërtimin e xhamive në Kosovë. Afër shkollave, afër rreth rrotullimeve, afër kryqeve, në kufire, edhe thjesht Bashkia Islame e ka zbatu planin e Serbisë për shndrimin e Kosovës në Kandahar. Edhe Serbia me pas dritën e gjelbër për rikthim në Kosovë. Për keqardhjet për tham. Me keqardhjet për tham, po e ka zbatu. Janë sa që po duken për shohën për ditën. Komunitetet fetare takohen drejtuesit e komuniteteve fetare. Po e di. Dialogu ndërfetar. Po. Një vetë mbahet në kishën katolike, në katedralën, një vetë mbahet në medresë, në katër të mirë mbajtës asaj fryme të dialogut. Sa e shitet domosdoshme dialog të mirë fill fetar, që udhëhecit fetar ta ashpersojmë, po them, gjuhën e thirrjeve që njerëz mos binë pre e asnjë filozofie të importume nga jashtë. Është pak një vit, çdo 6 muaj ose çdo 3 muaj takimet mes bashkësive fetare. Edhe me marrë vendimet për bashkësitë fetare. Jo me nënshkru deklarata për harmoninë ndërfetare, në anën tjetër me pengu ty si tjetër komunitet me thonë që s'ki drejt me shpreh besimin tënd lirë. Nuk kanë të fresh me ato takime. Janë të domosdoshme në realitetin. Janë të domosdoshme, po deri tash diskutimi mbi motive religjioze bën zbën. Po deri tash radikal, jo radikal, i ati, i këti, lloj terma e shprehje e etiketime, po deri tash ato takime nuk kanë dhënë frujte ashtu si duhet. S'po po shihet në teren. Teren po shihet. Ne jemi shumicë, bëjmë çka dojmë, ju jeni pakisht, s'keni drejt asgjë. U pakje me 18 gosh në zove është. Thjesht nuk e dim pse nuk mundë sa shiko. Si shqiptar po nihesh shumë me emocione dhe me rakosën, i lëkundën në kuptimin se ç'është më ndodh. Drejta e besimit është e garantuar me kushtetutë. Sot mund të jesh
musliman, nesër katolik, pas nesër ortodoks, pas nesër pagan, është drejt i garantuar me kushtetutë. Gotës besoj. Ngurit, çka duhesh besoj. Drejt e jotja kushtetuese. Ne litratë 8 e garanton lirinë Po besimit. pra. Për çka me pengu bashkinë islame të Kosovës, ose veçanërisht bashkinë islame dega mvushtresër, dega bashkisë islame të Kosovës ajo. Me pengu ndërtimi i një kishe katolike mvushtrim. Për çka bashkia islame dega mvushtrim e nxit protesta? Po. Që ka dalë kryetari i bashkisë islame në protestë më spore. Kjo është e tmerrshme. Një kryetari një dege bashkisë islame me dalë protestë kundër një komuniteti. Është e tmerrshme, jo papranueshme, është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Shqirë në cilësive të po thome papranueshme për rendin ton liberale demokratik. Për rendin kushtetues. Po. Për rendin kushtetues. Është e papranueshme. Qa ka naj gjonë që mune mja bo dhe vetit pyetja, bënëm nëj sen gjithë shka në regull mus, që është ky realitet kështu? A keni nëj behon edhe jo? Jo, absolut, se ne organet e rendit, policinë e Kosovës, i peshkëfia e Kosovës, thash, e ka informu me 20 korrekt për tubimin. Po bëj pyetje se kur ndodhi situata, i bën vetit edhe pyetje. Kryetarin e komunës e kemi informu që nuk ka vendosje gur themelit, ka se nuk ka nevojë me ndërtu një gurë prej mermerit, kur e vendos një gurë themeli, vendos me lopatë. Me beton. Pse ta bëj fshet atë, po dhe kisha. Jo fshet, ka qenë problem. Po dhe pse ta bëj fshet, po dhe pyetja pse. Po ç'to është problem, pse? Edhe Policia e Kosovës nuk na ka garantu drejtën tonë të besimit edhe të bimit për me marrë një mesh, për me beku një guri. Mos kam pas informacion për aspektin e sigurisë, diçka, që është punë e tyne, e analizës, mus, e vlerësimit. Atëre me 18 gusht ka pas protestë në Zogëj. Po. Pej ekstremistëve islamik, që pej quajnë. Po. Ka pas protestë në Zogëj, mas e shkjesh guri, dhe onë e policisë me 23 gusht. Çfarë arsye ka pas? Protestuesit deri kanë thënë që guri duhet më largu. Deri se ka policia ka largu para 23 gushtit të guri. Për çka më dhon leje me dalë me protestues? Është shkelje rendi kushtetues, shkelje ligjeve. Gjitha konventa ndërkombëtare mbi drejtën e besimit. Ç'do të bëni me tutje? Rrugë ligjore. Rrugë ligjore. Se përket ndërtimit të kishës, ajo pjesë veç ka kalu te i peshkëfia kompetencë të nuk është punë jo. Po nuk është të po. Na si familje dhe unë si person punën tonë e kemi kry me 12 qershor 2026 në zyrën e të realin Vushtrej, kur i kemi bajt zyrtarisht pronën nga emrim në emër dioqezës Prizren Prishtinë. Ajo pjesë ma së më takon mu. Po, për linqimet që mu mbahen edhe për atë... Juve, familjes, vëzërve... Po, kërsnime që i marrin mesengjer, shembull, kam kërsnime që edhe fëmijën kam me prej, shembull, edhe kam kërsnime që edhe në shkollë, kur shkojnë fëmija, kanë me kidnapu, shembull, edhe tash nuk e di, unë jam i sigura mu me një shator policie e Kosovës fëmijën të shkollë atë, se s'më i rrinë shkollë për ditë. Thjesht shteti ka dështu mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Është dështim total. Na pëlqej, na pëlqej. Shteti ka dështu këtë drejtim. Ka dështu shteti këtë drejtim. Si reagojnë familja kur i shet gjithë këto? Si kanë me reaguar? Kryni rritet aktualisht besimit juaj? Ose në shpe më shumë, ose në katedrale, nga njerë në Mitrovica, kishë për më shumë shpesë, për shkak të frikës me dalë të shembull. Na kemi probleme edhe në shqitore me që u fëmin, shembull, me ble 200 metra kemi largë. Marketin, ka tonë. Dhëtë me shku vetë me ble gjana, ushqimore, ose kollore, se qka dojnë. Klim e frikshme, thu, për sigurin juaj të familjarëve. Po, është klim shumë e frikshme. është klim shumë e frikshme. Po këta, ta thash kanë hapësirë, çfarë do të qofë me vepru kundër nesh kur shteti s'ka qenë gjeni me na mbrojt. Policia e stacionit Vërshirës është policia e shtetit Kosovës. Nuk është polici private. As polici fetare. Ne shteti ka dështu me na mbrojt. Ka shko këtë punë. Cili do të ishte një opinion për fund për gjithë këtë situatë të krijuar, për këdo, për bashkë vendasit tuaj në ushtri?
për bashkë vendasnimin në Vushtre, publikisht e bëj thirrje, mos bëni viktim e propagandave të portaleve islamike në Vushtre, që më linçojnë mu edhe familjen time me lloj-lloj propagandash. Po shikoni çka po ndodh, edhe e keni pa edhe vetë kush e financon ndërtimin e xhamive, edhe kush e financon radikalizmin islamik në Kosovë, edhe rikthjeni rrugës kombëtare. Kjo është mesazhi im për qytetarët e Vushtresë dhe gjithë Kosovës. I vetëm shpëtim për kombin është e rikthimi atë ku e meritojmë në rënjët arbërore. Rikthimi në katolicizëm sot për sot nuk është më bindje shpirtërore, është emergjencë kombëtare me përshtukit vend prej shkatrimit. Është emergjencë kombëtare. Por me qenë që jena veni lirë, njerëz mujnë me mendu ndryshe, mujnë me besu çfarë të dojnë, po kjo kushtetutja vë garanton, apo? Është emergjencë kombëtare ju, sot. po. Na po e shohim. Na po e shohim për ditë çka po ndodh. Për ditë po e shohim. Është fat i madh që qytetarët e Vushtresë nuk e kanë përkrah protestën e ekstremit islamik në fshatin Zogaj. Edhe është protestë e tërpruar. Organizatorët e tyre duhet të ndihen veten tërpruar pas lajmeve djeshme prokurorisë speciale të Kosovës. E bën me tërpru edhe Kosovën me këtë lajme. Patjetër. Është tërë për ne si vend, me liju që sigurimi të fuja shtetërore me manipulu me masën Kosovë. Është tërë për Agjencinë e Inteligjencës Kosovës, që ka ardhur deri këtë shkallë, këtë gjendje. Që sigurimi shtetëror i Serbisë, bija serbe, me manipulu në Kosovë si kur ndodh babgjyshe, kur thot një fjalë popullore. Për shka kema Agjencinë Inteligjencës Kosovës? Bën të tyre do puna dhe nuk shihen. E di që nuk shihen. Të falenderoj për kohën mus, që ishe në këtë emision, në këtë tregim, që them që është rezultati gjithë asaj ngjarje të pakëndshme, edhe në syte e mediave të huaja, e të tjera. Dhe buroj që ju e kush do tjetër të këtë rinë plot të shpreh besimin e tij, ta krye çdo rit të tij në çfarë do që beson. Kjo kushtetut, ky rend liberale mëson këtë për këdo në Kosovë. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe për jush, që ma dhat mundësinë me shpreh opinionin tim, edhe me tregu opinionit për linçime që na bëhen si familje dhe kërcënime që i marrin ne, sidomos pas kallëzimit penal të atij mulla avokatit. Unë kam marrë Messenger, se ka bërë shkelje ligji, se vetëm prokuroria ka drejt me bë publike ose mos me bë publike një kallëzim penal. Jo një avokat, as policia, as institucia nuk ka drejt. Ai ka dalë para medjave, ka shpif për mu. I ka dredhu total, në telefoni të vërteta. Telefoni kam unë. Keni deklaru tjetër sen, ai ka dredhu. Po është drejta juaj ta denonconi. Po patjetër jam të bëj gati është pa dinë për po patjetër. Po kjo Kosovë jap të drejtën gjithkujt po. Pas daljes ti publike para prokurorisë të shpif, unë kam marrë për 1500 kërcënime në telefon. Messenger. Që i kam të në screenshot. Kanë nxit gjutë të mosdurimit dhe të urrëqjes. Po, Molla Azrem Betyqi i kanë nxit ekstremin islam radikal me më kërcënu mu. Mulla është hoxha që pithu mulla? Ai përfaqëson Bashkinë Islame. Avokato Azrem Betyqi po. Gjinami thon avokato, zik se më lehen aty u da avokato të Kosovës. Në ditën e ivën në emision tek që mendoj që shqiptarët me fjalmor Koçezi kanë më shkuën në xhenet. Çfarë avokat është ai? Dalë në televizor me folë për gjenet e për gjenet. Kodin e tek ka oda avokato dhe besoj... Po e ka shkele kodin e tek. Momentin që thëtë, çka mendojnë shqiptarët me flamore, Koçezi kanë me shku në gjenet, çfarë kode e tek ka më ata?
Ai le të menon si të dojnë, shqiptarët kanë qëndru në histori. Edhe do i qëndrojnë, ndëruar, edhe do qëndrojnë. duke e mbrojt identitetin, gjuhën indo-evropiane ndër më të vjetrat. Edhe do qëndrojnë shqiptarët në këtë drejtim. Dhe Do qëndrojnë. po këtë rend demokratik e shfrytëzon kushdo, edhe zoti avokat i nderuar, e kështu me radhë, e të tjera, ne kemi vend liberal. Të falenderoj edhe njerë. Faleminderit ai për jush. Mos për kohën. Faleminderit ai për jush. Lutem. Që më dhat mundësinë me tregu një realitet që jo i këndshëm për Kosovën, se mos flasim për familjen. Të keni lajme të tjera, sepse vetë çështja puna e ndërtimit të kishe, një xhamie, një çfarë objekte tjetër. Një xhami vështre kush më ka pyetur këtu. Jo. As më ka interesu kush ndërton arkuin ndërton. Kjo është esenca. Falenderoj edhe një herë. Lutem. Miru pafshim. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.